Çështnia jonë është edhe ashtu e vogël, edhe pse populli shqiptar, kombi shqiptar është shumë i madh. Fatkeqësia apo fatmirësia jonë që kufizohemi me sllav duhet na bëj që të jemi më të unifikuar me njëri tjetrin, më të afërt me njëri tjetrin, pavarësisht dallimeve që mundemi me i pas, pavarësisht diversitetit, sepse prej se ekziston njerëzimi ka pasur diversitet dhe do të ketë gjithmonë. Diversiteti është vlerë e Zotit në tokë. Kush mendon apo provon që bindjen e tij, besimin e tij, të menduarit e tij ta imponoj tek të tjerët gabon shumë, sepse edhe nuk mund ta arrijë dhe nuk është e kërkuar nga askush, qoftë nga besimtarët e besimit islam, qoftë nga kushdo. Për shkak se kështu Zoti ka dashur që të ketë diverzitet mendimesh, besimesh, njeriu të lihet i lirë që ta gjejë të vërtetën, ta zgjedhë rrugën që ai dëshiron dhe mendon që është më e mirë. Por ky muaj i bekuar është me vërtet një muaj kur besimtarët duhet të reflektojnë tek vetja e tyre, që të përmirësohen. Secili prej nesh kem diçka që duhet ta bëjmë më mirë. Duhet ta përmirësojmë vetveten tonë. Asnjëri prej neve nuk jemi të përshtatshëm. Prandaj nuk ka më mirë se në këtë muaj kur edhe vetë lutjet tona janë më të pranueshme se sa jashtë Ramazanit. Ashtu thotë edhe vetë profeti Muhammed, bekimet e Zotit qofshin për të, që lutja e agjëruesit tek Zoti nuk kthehet mbrapa. Prandaj nuk ka moment më të mirë, nuk ka kohë më të duhur për besimtarët musliman që ta shfrytëzojnë këtë momentum, ta quaj ashtu, që t'i drejtohen Zotit me lutje për nevojat e tyre, qofshin shpirtërore, qofshin familjare, qofshin kombëtare, qofshin shoqërore. Nga se Zoti është i gjallë dhe i cili ndëgjon lutjet tona, i sheh nevojat tona. Ai e din nevojën tonë, por njeriu duhet ta shfaqë para Zotit, duhet t'ia kërkoj Zotit atë cilën i mungon, atë cilën synon ta arrijë e kështu me radhë. Prandaj është moment që duhet lutemi shumë për unifikim, lutemi shumë për bashkim, për unitet, për udhëzim të Zotit madhëruar, sepse edhe dinamika e jetës është asnjësoj që po qëse na mungon udhëzimi i Zotit, me të vërtetë nëse ai nuk na udhëzon dhe nuk na ruan, kush mund ta bëjë këtë përpas tij?